Ministri i Financave Petrit Malaj në një konferencë për shtyp deklaroi se ekonomia ka shënuar rritje të ardhurave dhe përmirësim të administrimit fiskal gjatë tremujorit të parë të vitit 2026. Ai bëri të ditur se nga 1 korriku 2026 do të nisë zbatimi i skemës së kompensimit të TVSH-s për fermerët, një masë shumë pritur nga sektori bujqësor. Sipas ministrit, bazuar në vlerësimet paraprake që mbështeten në transaksionet e autofaturave të lëshuara nga grumbulluesit dhe përpunuesit, fondi kompensimit për tremujorin e parë të vitit 2026 pritet të arrijë në rreth 400 milion lek. Malaj theksoi se kjo skemë synon të mbështesë fermerët të rrisë formalizimin në sektor dhe të përmirësojë zinxhirin e furnizimit në bujqësi. Në planin e tregut punës, përgjatë këtij tremujori, kemi të regjistruar 13.825 më shumë punonjës të rinj se sa krahasuar me tremujorin e vitit 2025. Gjithashtu përgjatë këtij tremujori edhe si rezultat i fushatave sensibilizuese që kemi bërë në sektorin privat, kemi një rritje të deklarimit të pagave në të gjithë sektorët e ekonomisë, dhe po t'i referohemi fashave të pagave nga 70 deri në 100.000 lek, kemi një rritje me 25% pra të këtyre fashave të deklarimit të pagave, pra brenda këtyre fashave, krahasuar me marsin e vitit 2025. Dhe nga ana tjetër, kemi rritje të deklarimit edhe për fashat nga 100 deri në 120.000 lek, ku rritja është 26% krahasuar me marsin e vitit të kaluar. Për sa i përket kompensimit të TVSH-s në bujqësi, ashtu siç është deklaruar dhe më parë, kompensimi i TVSH-s në bujqësi do të fillojë nga data 1 korrik 2026. Megjithatë, administrata tatimore është duke bërë një vlerësim të impaktit që ka kjo politikë e re që kemi ndërmarrë për këtë vit. Vëret se kemi një rritje të transaksioneve midis fermerëve me nipt dhe grumbulluesve dhe përpunuesve, ka një rritje të këtyre transaksioneve përgjatë këtij tremujori me rreth 20%, pra janë diku ke 5.642 numri fermerëve që kanë bërë transaksione me grumbullues ose përpunues. Sipas llogaritjeve të bëra nga kjo administrat, shuma potenciale vetëm për tremujorin e parë të vitit 2026 është 400 milion lek, shumë e cila do të kalojë në llogarit e fermerëve. Bani parasysh që bujqësia ende nuk ka filluar me potencialin e saj të plot për të shitur produktet tek grumbulluesit apo tek përpunuesit.